Vëllezër të respektuar, gjenerata e parë ishin në ndihmë të njëri tjetrit. E gjithashtu të rinjt dhe të gjithë muslimanët ishin afër pejgamberit alayhi salatu wassalam duke dashur që ta ndihmojnë davetin e tij dhe të ndihmojnë pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë rrugë. Tregon një djalë 16 vjeçar me emrin Rabia bin Ka'b el-Eslamiu. Thot, një ditë kur u zgjua pejgamberi alayhi salatu wassalam e më gjeti para derës së tij dhe më tha, a dëshiron diçka? E i thash, o i dashur i Allahut, a do të më plotësosh dëshirën nëse të kërkoj prej teje diçka? Tha, lipëm që do ta plotësoj këtë dëshirë. E Kabi, Rabia bin Kabi, tha, nëse më jep diçka, a do të jetë e madhe? Tha, nëse më kërkon, do ta plotësoj edhe qoftë edhe çështje shumë e madhe. Ju drejtova pejgamberit alayhi salam duke i thënë, o i dashur i Allahut, a ka mundësi të më hapësh pak kohë të mendoj se çfarë të kërkoj prej teje? E mbas një kohe përsëri u paraqit ke Muhamedi alayhi salam duke i thënë, o i dashur i Allahut, dëshiroj që të jem shoqërues i it në xhennet. Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha, e kush ta mësoi këtë gjë? Tha, o i dashur i Allahut, vetë mendova, nga se kënaqësia më e madhe për një besimtar është të jetë në xhennet e mbi gjitha të jetë në shoqërinë me të dashurin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, a kërkon diçka tjetër? Tha, jo, i dashur i Allahut. Tha, a e mendove mirë? Tha, po, i dashur i Allahut, përveç kësaj nuk dua asgjë tjetër. E në këtë rast pejgamberi alayhi salam i jep një këshill të madhe, që kjo këshill është edhe për mua dhe për ti. I thot, idhen e inni ala nafsike bi kathrati sujudi. Më ndihmon mua duke e luftuar, duke e pasur në kontroll epshin tënd me sejdë të mëdha për hir të Zotit xhaleshanu. Tre gjëra ka këtu i nderuar i vëlla. E para thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse dëshiron të jesh në shoqërinë time, atëherë ndihmo veten tënde, duke e pasur në kontroll epshin tënd, e sa më tepër që e ke në kontroll epshin tënd, aq më tepër ftira ite bie në sejdë edhe me kënaqësi e krijin namazin ndaj Zotit xhaleshanu. Pra e para është dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ta pasosh pejgamberin alayhi salatu wassalam në mënyrë të sinqertë, kjo do të thotë që të jesh afër tij në xhennet. Dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk është vetëm një dëshirë, por ajo duhet të pasohet me vepra, duke ndjekur sunetin e të dashurit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atë që e don, ata edhe e përmendën. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam kërkon nga besimtarët që ne në veçantë ditën e xumë ta kujtojmë të dashurin e Allahut me salavate. E dita, pejgamberi alayhi salatu wassalam ju drejtohet Rabia bin Ka'b el-Eslamiut me fjalët, luftohe veten tënde. Respektivisht, dije se armiku më i madh i iti është nefsi it, egoja ite. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar thot, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Edhe ai që ja ka frikën daljes përpara uzurit të Zotit xhaleshanu, përpara madhështisë së Allahut xhaleshanu, dhe që e frenon nefsin e tij, fa innal jannata hiya al-ma'wa, me të vërtet vendet më të larta në xhennet
i takoj. Edhe e treta që kërkoi pejgamberi alayhi salatu wassalam është namazi. Namazi është vepra më e dashur tek Zoti xhalleshanuhu. Sa më tepër që bijena në sejdë për hir të Zotit xhalleshanuhu, aq më tepër Allahu i madhruar na ngre gradat e larta në xhennet. Thot Zoti i madhruar: "Wasjud waqtarib", bën sejdë, respektivisht adhurohe Zotin xhalleshanuhu me namaz, nëse dëshiron t'i afrohesh mëshirës së Allahut edhe xhenneteve të larta. Lut Zotin xhalleshanuhu që zemrat tona të na pastron me dritën e imanit, dashurisë ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam, të na ndriçon në rrugën e drejtë, të na drejton dhe kënaqësinë e Allahut xhalleshanuhu të na mundson. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin.